Më pas kanë qenë shtete të tjera të cilat e kaluan mbrojtjen dhe promovimin e LGTB-s në shtete të tjera duke arritur deri në heqjen e etiketimit si smundje nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në vitet 80. Nga të parët që kanë nxitur homoseksualitetin dhe zhvillimin e tij në Evropë kanë qenë një grup gjuhishës, mjek dhe psikolog gjuhishës, të cilët kishin aktivitet në Berlin dhe filluan të krijonin ambientet e tyre ku mblidheshin, takoheshin dhe promovonin agendat e tyre. Më pas në vitin 33 erdhi Führeri ose Adolf Hitleri në pushtet në Gjermani, i cili i ndaloi nxorja jashtë ligjit dhe dënonte çdo që ushtronte aktivitetin homoseksual.